Po fatkeqësisht të gjithë ministrat deri me sot për herë të parë lopën e kanë pa në çokoladë Milka. Problemi është deri me tani problemi është se nuk kemi ne asnjë individ i cili ka shku nga ferma në parlament ose nga ferma ka shku në Ministrinë e Bujqësisë. Kjo është një fatkeqësi shumë e madhe dhe ndjeshmëria e tyre nuk është për një zgjedh hallin fermerit, sepse ai personalisht nuk është përballë kur me ato probleme, po ata janë direkt nga banesa në ministri, jo nga fushat edhe arat tona. Fatkeqësisht ata nuk janë as profesionistë. Me rritjen e prodhimtarisë bujqësore dhe blegtorale është normal që ti e ndalon automatikisht kur ki prodhim mjaftueshëm, gradualisht vjen edhe duke u ndalë edhe importi i kafshëve edhe i produkteve tjera ushqimore. Për shembull, nëse ne kemi fermer të fortë, prodhimtari të mjaftueshme, atëherë ne si shtet do të ishim shumë stabil. Po fatkeqësisht deri me tani nuk kemi politika të mirë fillta zhvillimore. Po ta përmeni për 5 vite, qeveria e Albin Kurtit ka hap thirrje për aplikim të grandeve vetëm 2 herë, ndërsa të gjitha qeveritë tjera çdo vit kemi pas thirrje. Pra, ata thirrën që çdo vit ka pasur thirrje, po mund ta vërtetoni këtë ka pasur vetëm 2 herë, vetëm 2 vite janë dhënë grande. Jo siç është dashur 5 vite ose siç proklamohet 5 vite. E kemi edhe rastin tjetër, sepse tek prodhimtaria, sidomos tek prodhimtaria e qumshtit, problem kanë jashtëzakonisht probleme të mëdha. Fermerët nuk kanë qenë mjaftueshëm të informuar, vjen keq që e them këtë, po s'kanë qenë të informuar për shkak se vitin 2018 dhe vitin 2019, administrata tatimore e Kosovës është duke i dënuar me 10.000, 20.000, 30.000 euro fermerët, për shkak se ata s'kanë qenë të informuar që duhet të paguajnë tatime. Pra nuk kanë qenë të regjistruar, por korporatat që e kanë marrë qumshtin nga ata fermerë, kur kanë raportuar nga kush e kanë marrë qumshtin, ata ju kanë shku fermerëve, ju kanë thonë s'keni pagu për këto vite tatime. Do të thotë nuk ja u kanë bë tatimet me i pagu me rata apo diçka tjetër, ku unë ju premtoj fermerëve që këtë problem ne do ta zgjidhim së bashku. Ashtu siç janë bë falje të borxheve tjera, mund të bëhet edhe ky falje edhe këtij borxhi për shkak se direkt ne kemi bankrotim të firmave nëse vazhdon të jetësohet kjo formë e dënimit të fermerëve. Problemi është deri me tani problemi është se nuk kemi ne asnjë individ i cili ka shku nga ferma në parlament ose nga ferma ka shku në Ministrinë e Bujqësisë. Po fatkeqësisht të gjithë ministrat deri me sot për herë të parë lopën e kanë pa në çokoladë Milka. Kjo është një fatkeqësi shumë e madhe dhe ndjeshmëria e tyre nuk është për një zgjedh hallin fermerit, sepse ai personalisht nuk është përballë kur me ato probleme. Të gjithë ministrat do të thotë nuk kanë ndjenjë shpirtërore se si prodhohet 1 litër qumsht, si kultivohet një patate, një domate apo një spec. Do të thotë po të kishin shku ata me i pa të gjitha këto hallkat problemeve deri te prodhimi final, ndjeshmëria do të ishte komplet ndryshe. Po ata janë direkt nga banesa në ministri, jo nga fushat edhe arat tona. Fatkeqësisht ata nuk janë as profesionistë, as të njëri prej tyre. Ku është edhe i problem tjetër, gjatë 12 viteve që më ka rënë në qendër gjenetike të shkoj t'i takoj zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë, kur je ulti me bisedu me një ministër, ku t'i ka prezantuar edhe këshilltarët e tij. As të njëri prej këshilltarëve nuk kanë qenë profesionistë fushës bujqësisë ose blegtorisë. Nuk dëshiroj të injoroj askënd, po juristi, ekonomisti, historiani nuk mundin ty me t'i zgjedhë ose çka kanë me këshillu ata një ministër për problemet, shembull në sistemin në sektorin e qumshtit, të mishit apo diçka tjetër.